Bora Zemani dhe Donald Veshaj janë rikthyer sërish në vëmendjen e mediave roz, kësaj here për shkak të planeve për martesë. Çifti, një ndër më të komentuarit në showbizin shqiptar, thuhet se po përgatitet të kurorëzoj lidhjen gjatë verës. Prej kohësh kanë qarkulluar aludime për një dasmë mes tyre, por së fundmi raportimet janë intensifikuar. Sipas burimeve të afërta të cituara nga Prive by Liberta Spahiu, ceremonia pritet të zhvillohet në muajin korrik dhe të jetë një nga eventet më të rëndësishme të këtij viti në botën e ekranit shqiptar. Historia e tyre tërhoqi vëmendje të madhe pas pjesëmarrjes së Donaldit në Big Brother VIP, duke u kthyer në një nga çiftet më të ndjekura nga publiku. Edhe pse Bora ka zgjedhur shpesh të mos komentojë zërat për martesë, Donaldi ka lënë të kuptohet se planet ekzistojnë. Në emisionin Më lër të flas, ai foli për organizimin e ceremonisë dhe dëshirën për të krijuar familje. Raportohet se dasma mund të mbahet në jug të Shqipërisë, në një ambient privat pranë detit, me pjesëmarrjen e familjarëve, miqve dhe figurave të njohura të showbizit.